Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam vargëzimin e 4 mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit tërthor të 4-tit, Ëngjëlli yt o Zot. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Ëngjëlli yt o Zot, që lëçit i ngjalljen, rojat i trembi, dhe grave u thiri duke thënë, si kërkoni të gjallin me të vdekurit, u ngjall se ishte Perëndi, dhe i dhuroi botës jetën. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e 5 mëngjesor të lavdërimeve ngjallësore të tingullit tërthor të 4-tit, Pësove në kryq. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, do me thënë paskale. Ngjallja e Krishtit është thelbi i jetës liturgjike dhe shpëtimtare të Kishës Ortodokse, përmbushja e plot e planit hyjnor për shpëtimin e botës. Pa këtë ngjarje të madhërishme, predikimi i Ungjillit do të reduktohej në një sistem thjesht etik ose një koleksion rregullash morale pa fuqi shpirtërore. Ngjallja është themeli i besimit krishter. Ngjallja jo vetëm që shpall triumfin mbi vdekjen, por gjithashtu hap horizontin e shpresës për jetën e përjetshme për të gjithë ata që besojnë në Krishtin. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy shtyllat qendrore të teologjisë dhe himnologjisë ortodokse. Këto nuk janë thjesht të vërteta për një reflektim intelektual, por përvoja të gjalla shpirtërore që ndriçojnë jetën e përditshme të besimtarëve. Përmes liturgjisë dhe himneve të Kishës, Kisha jeton dhe transmeton këtë realitet shpirtëror të ngjalljes. Çdo e diel, e njohur në traditën ortodokse si dita e Zotit, është një përkushtim i kësaj ngjarjeje shpëtimtare, ndërsa kremtimi i Pashkës, si e kremtja e të kremteve, është kulmi i jetës liturgjike dhe shpirtërore të Kishës. Ngjallja nuk kufizohet vetëm në periudhën e Pashkës, po përshkon të gjithë jetën kishtare përmes himnologjisë së traditës së 8 tingujve. Këto tinguj, që përsëriten ciklikisht çdo 8 javë, shprehin dimensionet e ndryshme të misterit të ngjalljes, nga pendimi dhe prullësia e thellë deri te triumfi dhe lavdia hyjnore. Në këtë kontekst, kori i përbërë nga psaltët anagnostët i sombajtësit luan një rol kyç. Ata janë ndërmjetësit shpirtëror që përçojnë fuqinë e ngjalljes përmes zërit të tyre, duke bërë atë të gjallë dhe të pranishme në jetën e besimtarëve. Përmes himneve shpirtërore të Kishës që ndërthuren me thellësi teologjike dhe bukuri artistike, zemrat dhe mendjet e besimtarëve lartësohen drejt Perëndisë. Himnet e ngjalljes jo vetëm që lavdërojnë fitoren e Krishtit mbi vdekjen, por edhe ftojnë çdo njeri të marrë pjesë në këtë triumf, duke përjetuar dashurinë e pafund të Perëndisë. Çdo notë, çdo melodi e himnologjisë ortodokse është një shpallje e dashurisë dhe dritës së ngjalljes, duke e shndërruar jetën e njeriut në një udhëtim drejt shenjtërisë dhe përjetësisë. Ngjallja është jo vetëm një fakt historik, por edhe një realitet shpirtëror që jeton dhe frymon në çdo aspekt të jetës ortodokse.
përket gjinisë kompozicionale stiqërarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike janë krijuar 3 tipe kryesore kodikësh, që dallohen nga përmbajtja e tyre specifike: irmologjioni, stiqërari dhe papadika. Pikërisht nga këta 3 kodik janë përcaktuar pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale, të quajtura gjinia irmologjike, gjinia stiqërarike dhe gjinia papadike. Secila prej këtyre gjinive ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, që përfshin frazat muzikore specifike dhe stereotipike, të cilat veprojnë njësoj si fjalët në të folurën e përditshme. Këto gjini dallohen nga tekstura muzikore, nga karakteristikat e veçanta të tingullit, frazat muzikore, shtrirja, tempi e të tjera. Gjinia stiqërarike përfshin vargëzimet e vetë melodishme dhe lavditë mbrëmësoreve dhe mëngjesores. Këto pjesë stiqërarike ndahen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në ato që paraprien nga vargu doksologjik lavdiatit e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, të njohura si lavdi. Meloditë stiqërarike ndahen në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht në periudhën bizantine, shfaqen stiqërarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të njohur si stiqërarët bizantin. Në shekullin e 15, stiqërarët vazhdojnë në të njëjtën frymë me përfaqësues Manuel Krisafin. Gjatë shekullit të 17, stiqërarët fillojnë të zhvillojnë drejt një stili të ri kompozicional, me përfaqësues Gjergjin nga Athina, Panajot Krisafin, Gjermanoj Neopatron, Kozma Iviritin Maqedonësin, Petro Peloponezin, Jakov Protopsaltin, Hurmus Kartofilaksin dhe Melurgët nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stiqërarike ndryshon ndjeshëm, duke sjellë melodi krejtësisht të reja dhe më të shkurtra me përfaqësues Kiriako Kulidhan dhe Daniel Protopsaltin. Në këtë periudhë shfaqen edhe stiqërarët e rinj të shpejtë të Petro Peloponezit dhe përpunimet e Joan Protopsaltit. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, le të lexojmë fillimisht tekstin. Pësove në kryq, ti i papësuari nga hyjnia. Dënjove varim të triditshëm, që të na çlirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot. Pësove në kryq, ti i papësuari nga hyjnia. Dënjove varim të triditshëm, që të na çlirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore, do të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqenëse se mësimi ynë është i formës praktike dhe thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik. Dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbohet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, ashtu siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmonlipit, pra e gëzim-hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke i përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vazhdim, le të dëgjojmë himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingullin tërthor të katërtit me bazën 1.
Pësove në kryq, ti pa pësuari nga kynia, dënjove varim të triditshëm, që të naç lirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plotë. Pësove në kryq, ti pa pësuari nga kynia, dënjove varim të triditshëm, që të naç lirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë ato ta mësojmë sipas frazave në të cilat është ndërtuar melodia. Prandaj le të nisim me frazën e parë. Fraza e parë nis me fjalët pësove në kryq. Pësove në kryq, Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë të shkurtër. pësove në kryq, Më pas kemi frazën që do të pasojë, ti i papësuari nga kynia. ti pa pësuari nga kynia, Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. ti pa pësuari nga kynia. Në vazhdim kemi një frazë tjetër melodike, dënjove varim të triditshëm. Dënjove varim të triditshëm, Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. dënjove varim të triditshëm, Dhe në vazhdim kemi një fjali muzikore që të na çlirosh prej robërisë së armikut. që të naç lirosh prej robërisë së armikut, Le ta dëgjojmë me vëmendje këtë fjali muzikore. që të naç lirosh prej robërisë së armikut, Fraza që do të pasojë është dhe të na japësh. dhe të na japësh, Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. dhe të na japësh Dhe në vazhdim kemi një frazë tjetër të shkurtër, jetën e pavdekshme. jetën e pavdekshme, Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. jetën e pavdekshme, Fraza që do të pasojë me anën e ngjalljes sate. me anën e ngjalljes sate, Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. me anën e ngjalljes sate, Dhe në fund të troparit kemi edhe frazën me cilën mbyllet tropari i sotëm, që thot: O Zot, o njeri dashës Krisht Perëndi. o njeri dashës Krisht Perëndi. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. O njeri dashës Krisht Perëndi. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plotë. Pësove në kryq, ti pa pësuari nga kynia, dënjove varim të triditshëm, që të naç lirosh prej robërisë së armikut, dhe të na japësh jetën e pavdekshme me anën e ngjalljes sate, o njeri dashës Krisht Perëndi. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sadopak, edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme,
Mund të na ndiqni në kanalin e YouTube, tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë t'i psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin Të mësojmë t'i psalim Zotit.